Комунат kanë realizuar vetëm 8% të projekteve ose kanë shfrytzuar rreth 4 milion nga gjithsej 77 milion euro të destinuara për ndërtimin e rrugëve, ujësiellësve, kanalizimeve dhe infrastrukturës lokale. Edhe pse kemi realizim të dobët nga thirrja e parë, zëvendësministri i Financave Nikol Çajankullovski është optimist. Në emisionin Biznes 21 deklaroi se pret që një pjesë e madhe e projekteve të përfundojnë deri në zgjedhjet lokale. Од предвидените за 2024 околу 100 милиони, вредноста на проектите со кои што аплицира и беа прифатени од страна на Министерството за околна самоуправа, беа околу 77 милиони евра за таа намена. Од нив се околу 254 милиони денари искористени до овој момент, но не радува фактот што... Тоа е колку проценти од 75 милиони евра се искористените? Па околу 8%. Thirrja e parë me cilën qeveria planifikoi të shpërndajë 100 milion euro u publikua në shtator. U zvogluar në rreth 75 milion euro, ndërsa marrëveshjet u nënshkruan në fund të tetorit. Nga 251 marrëveshje të nënshkruara, deri tani janë përfunduar plotësisht vetëm 30 projekte. Derisa të finalizohet thirrja e dytë për shpërndarjen e 250 milion eurove nga kredia hungareze për komunat, Jankullovski siguron se zgjedhjet lokale nuk do të jenë pengesë për përfundimin e projekteve. Ai është i bindur se do të përmirësohet dhe realizimi i shpenzimeve kapitale. Brenda 4 muajve janë realizuar rreth 14% e 768 milion eurove të parashikuara për projekte kapitale. Ai konfirmon se ekziston opsion për riorientim përmes rebalancit të buxhetit. Таму каде што има застој, мора да се излезе пред граѓаните да се каже зошто одредени проекти не се движат со таа динамика или зошто сме ги пренамениле средствата за некоја друга за други Значи можноста пренамена со ребалансот на буџетот сепак не е опција некоја, така како секогаш. Постои, така е, да, секој пат постои. Дека бевте цврсто уверувавте дека до денар ќе се потрошат сите пари планирани за капитални инвестиции. Во економијата 100% реализација, но она што каде што ќе се јави проблем, мора да се објасни зошто е настапил. Ministri Perinski sot njoftoi se të gjitha 80 komunat kanë dorëzuar aplikime dhe për thirrjen e dytë për 250 milion eurot nga kredia hungareze. И ние како влада сме презадоволни навистина од она кое што како фидбек го добивме од нивна страна и самите бројки впрочем говорат за тоа. Околу 1200 проекти навистина се импозантна бројка кој што за многу кратко време ќе го видат светлото на денот. Kryeministri Hristian Mickovski sot në Kavadar vizitoi një pjesë të projekteve që financohen pikërisht nga kredia hungareze.